Limi dhe Eliona përballen në një moment të tensionuar. Atmosfera është e ngarkuar me emocione të përzira, një kombinim xhelozie, pasigurie dhe konfuzioni. Eliona ndjen një farë shqetësimi, ndërsa Limi duket I vendosur të shprehë ndjenjat e tij, pa kaluar kufijtë e respektit. Limi I shpjegon Elionës se ndjenja e tij për situatën brenda shtëpisë është ndryshe nga ajo që ajo ka përjetuar me Claudin. Ai I thotë se nuk është Claudi dhe se mënyra se si ai mendon dhe ndjen për marrëdhëniet brenda shtëpisë është ndryshe. Ai shton se ka një simpati për Elionën, që nuk është e ngatërueshme me lojrat ose manipulimet që mund të ketë parë më parë. Eliona e dëgjon me fytyrë të tensionuar dhe emocionuar. Ajo nuk është e sigurt se si të reagojë. Një pjesë e saj ndihet e komplikuar nga situata dhe një pjesë tjetër ka kurreshtje për ndjenjat e Limit. Ai e siguron se nuk do të sillet si personazhe të tjera dhe se synimi I tij nuk është të krijojë keqkuptime apo probleme brenda shtëpisë. Debati gradualisht zgjet për disa minuta, duke përfshirë heshtje të shkurtëra dhe reflektime. Limi shpjegon se ndjenjat e tij janë të sinqerta dhe se ai dëshiron të kuptojë më mirë Elionën, të flasë hapur për emocionet e saj dhe të krijojë një lidhje të qetë dhe të sinqertë brenda shtëpisë. Ai tregon kujdes dhe përpiqet të mos krijojë tension, por gjithashtu është I drejtë për drejtë dhe I vendosur për të shprehur mendimet e tij. Eliona reflekton mbi fjalët e Limit. Ajo ndjen se kjo bisedë është më shumë për të kuptuar ndjenjat dhe për të qartësuar marrëdhëniet mes banorëve, sesa për të krijuar situata të pakëndshme. Ajo fillon të flasë gjithashtu, duke shpjeguar frikën, pasigurinë dhe konfuzionin që ka ndjerë me situata të ngjashme në të kaluarën. Dialogu I tyre zgjas shumë, me ndërprerje për reflektim, duke e bërë çdo moment të duket dramatik dhe emocional. Në këtë mënyrë, diskutimi ndërmjet Limit dhe Elionës mbetet I gjatë dhe I ngarkuar emocionalisht, por gjithmonë I fokusuar tek tensioni. Ndjenjat dhe mirëkuptimi, pa u kthyer në skena të papërshtatshme. Ata flasin për mënyrën se si duan të ndërtojnë besim, respekt dhe qartësi mes tyre, duke e bërë këtë moment të ndjerë dhe dramatik për më shumë se 5 minuta. Në fund të bisedës, të dy ndihen më të qetë dhe të kuptuar. Dialogu I gjatë ka shërbyer për të sqaruar ndjenjat dhe për të ulur pasigurinë, duke krijuar një atmosferë më të mirë për bashkëjetesën brenda shtëpisë. Ky moment emocional dhe dramatik mbulon reflektime, heshtje të ndjera dhe tension gradual, duke e bërë video më të gjallë dhe më të gjallë.